Presidentja Gordana Silianovska tha se balancuesi nuk ishte zgjidhje, por burimi i krimit dhe korrupsionit. Mickoski fton në takim kryeministrin bullgar Rumen Radev, edhe pse nuk pret përmirësim të shpejtë të raporteve. Drejtori Mepsos Burim Latifi tha se kontrata me Energo Investin është ndërprer pasi janë konstatuar shkelje serioze. Koalicioni Vlen nesër shkrihet në një parti, megjithëse tha se janë të hapur për të gjitha partitë që nuk janë me BDI-n. Përshëndetje të nderuar shikues, dhe mirë se takohemi në lajmet orës 15:55. Presidentja Gordana Silianovska Davkova tha se jashtëquajturi balancuesi në formën në të cilën ekzistonte në thelb çonte drejt korrupsionit dhe kriminalizimit. Presidentja tha se ata nuk e kanë shfuqizuar balancuesin sepse kanë dashur ta shfuqizojnë, por sepse kjo ishte theksuar në raport. Presidentja Gordana Silianovska Davkova deklaroi se shfuqizimi i balancuesit ishte i domosdoshëm për shkak të rreziqeve korruptive që ai krijonte. Në një deklaratë për mediat pas hapjes së fundjavës për pastrim të përgjithshëm, presidentja tha se jashtëquajturi i balancues në formën në të cilën ekzistonte në thelb çonte drejt korrupsionit dhe kriminalizimit. Nuk mendoj se bëhet fjalë për rënim, sepse balancuesi, ashtu siç ishte, në thelb çonte drejt korrupsionit dhe kriminalizimit. Emërimi në pozitat më të larta ishte përqendruar në duart e individëve dhe ata fitonin një fuqi enorme, pothuajse sultanore. Ne nuk e shfuqizuam balancuesin sepse kështu donim, por sepse kjo ishte theksuar në raport. Në lidhje me çështjen për shtetësinë jo rezidente, ajo u përgjigj se zgjidhja duhet të miratohet përmes argumenteve. Lidhur me pritjet e saj për marrëdhëniet me qeverinë e re të Bullgarisë, Silianovska Davkova deklaroi se pritjet duhet të drejtohen nga qeveria e re bullgare dhe kryeministri Rumen Radev, duke theksuar se populli bullgar pret stabilitet, reforma dhe luftë kundër korrupsionit dhe krimit. Kryeministri Kristian Mickoski nuk pret përmirësim të shpejtë raporteve mes RMV-s dhe Bullgarisë dhe fajson opozitën për këtë çështje. Për sa kohë që ka mase nga LSDM që gjunjëzohen dhe shesin interesat kombëtare maqedonase, nuk pres përmirësim, ka thënë ai. Kryeministri Kristian Mickoski i bëri thirrje për takim kryeministrit të sapo zgjedhur të Bullgarisë Rumen Radev, por thotë se nuk pret përmirësim të shpejtë raporteve mes dy vendeve, duke shtuar se fajin për këtë e ka opozita e vendit tonë. Kur Radev fitoi, e telefonova të nesërmën në mëngjes, e përgozova dhe i urova marrëdhënie të mira fqinësore. Shpresoj që me këtë qeveri të jemi në gjendje të diskutojmë tema që duhet të diskutojmë. Nuk shoh asnjë arsye pse të mos e ftoj në një takim, kështu që po e ftoj. Mickoski theksoi se nuk ka thënë se ka përkeqësim, por se nuk pret përmirësim dhe se nuk është shumë optimist për përbarimin negociata. Mickoski akuzoi opozitën se po shet interesat kombëtare. Për sa kohë që ka masë nga LSDM që gjynjëzon dhe shesin interesat kombëtare maqedonase, nuk pres përmirësim. Në vend që të qëndrojnë me ne dhe të luftojnë për interesat kombëtare maqedonase, këta mace vendosën të gjynjëzon atje për hir të verdhëve. Pasi parlamenti bullgar votoi qeverinë e re me në krye kryeministrin Radev, LSDM-ja opozitare uroi duke shprehur pritshmëri që qeveria e re në Sofje do të ndryshojë qasjen konstruktive në raportet me RMV-n. Ndërkohë në urime dhe lideri i LSDM-s Venko Filipçi dërgoi kritika drejt pushtetit duke thënë se rruga eurointegruese e vendit është bllokuar nga kryeministri Kristian Mickoski. Ndërkaq pavarësisht sqarimeve të drejtorit të Mepsos Burim Latifit, opozita shqiptare vazhdon me akuza ndaj tij. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim thonë se është zbuluar edhe një kontratë e re lidhur me kompaninë Elnos BL-Doel, e nënshkruar në kuadër të një furnizimi publik të Mepsos. Sipas BDI-s bëhet fjalë për kontratën me numër 23817/2025 të nënshkruar më 8 korrik 2025 për furnizim me pajisje me kompaninë Elnos BL-Doel Shkup, për të cilën opozita pretendon se është e afërt me Milorad Dodik dhe se tashmë ndodhet në qendër të opinionit publik për shkak të dyshimeve për dëme milionshë dhe procedura të dyshimta tenderuese.
Nga BDI parashtrojnë disa pyetje publike për drejtorin Latifi, duke kërkuar sqarime se pse të njëjtat kompani vazhdojnë të fitojnë kontrata nga Mepso, mbi cilat kritere është përzgjedhur operatori ekonomik dhe nëse është bërë kontroll i plot i kapaciteteve të kompanisë. Partia opozitare kërkon hetim urgjent dhe të pavarur për të gjitha kontratat e lidhura me këtë kompani, publikimin e dokumentacionit të nderues dhe përgjegjësi politike e penale në rast se konstatohen parregullsi. Drejtori i Mepsos Burim Latifi ka sqaruar se kontrata me Energo Investin është ndërprerë pasi janë konstatuar shkelje serioze në realizimin e projektit. Latifi sqaroi se për shkak të mosrealizimit të projektit, shteti deri më tani ka humbur rreth 19.8 milion euro, ndërsa sipas vendimit të trupit paraprak të arbitrazhit, Mepso duhet të paguajë edhe 6 milion euro dëm shpërblim për ndërprerjen e një anshme të kontratës. Kompania Mepso ka ankimuar vendimin e trupit paraprak të arbitrazhit, i cili vendosën në favor të kompanisë Energo Invest nga Sarajeva për projektin e interkonektorit energjetik me Shqipërinë. Nga Mepso thonë se kanë argumente të forta juridike dhe janë të bindur se procesi arbitrar do të përfundojë në favor të tyre. Gjatë brifingut me gazetarët, drejtori i Mepsos Burim Latifi tha se kontrata me Energo Investin është ndërprerë në fund të vitit 2024 pas analizave të detajuara dhe ekspertizës forenzike, të cilat kanë konstatuar shkelje serioze në realizimin e projektit. Ai tha se kompania kishte realizuar vetëm 4% të punimeve në terren. Analiza forenzike tregoi qartë se nuk kishte gatishmëri për vazhdimin e ndërtimit të linjës energjetike, mos realizimi i obligimeve kontraktuale dhe largimi nga kantieri krijuan bazë për ndërprerjen e kontratës. Nga Mepso shtojnë se gjatë procedurës janë konsultuar edhe 2 kompani prestigjioze avokatie nga SBA-ja, të cilat kanë vlerësuar se ekziston bazë e fortë juridike për arbitrazhin. Sipas tyre, edhe nëse do të ishin miratuar mjete shtesë prej 7.7 milion eurosh të kërkuara nga Energo Investi, projekti sërish nuk do të mund të realizohej. Nga atje theksojnë se kontrata ka pasur probleme serioze dhe humbje për shtetin dhe se vendimi për ndërprerjen e saj është marrë mbi bazë profesionale dhe në interes të institucioneve. Për shkak të mos realizimit të kontratës, shteti deri më tani ka humbur rreth 19.8 milion euro, ndërsa sipas vendimit të trupit paraprak të arbitrazhit, Mepso duhet të paguajë edhe 6 milion euro dëm shpërblim për ndërprerjen e një anshme të kontratës. Procesi arbitrar mes Mepsos dhe Energo Investit pritet të vazhdojë edhe në periudhën e ardhshme, ndërsa nga epilogi i këtij rasti do të varet edhe ecuria më tuteshme projektit strategjik të interkonektorit energjetik me Shqipërinë. Izet Meqiti, njëri ndër liderët e Vlenit, tha se nesër është një ditë e madhe për shqiptarët, pasi koalicioni Vlen do të shkrihet në një parti, duke i tejkaluar të gjitha egot personale. Meqiti tha se Vlen do të jetë i hapur që të bashkangjiten jo vetëm partitë të tjera, por edhe intelektual të pavarur dhe ekspertët e fushave të ndryshme. Në pyetjen sa do të ketë edhe largime të tjera nga Vlen, pas Arben Fetaj dhe Fatmir Limanit, Meqiti u përgjigj se në Kongres bëhet shkrirje subjekteve politike dhe jo largimi individëve. Të shtunën koalicioni Vlen ka paralajmëruar shkrirjen në parti. Ky moment, sipas njërit prej liderëve të Vlenit, Izet Meqiti, është shumë i rëndësishëm për shqiptarët. Meqiti u shpreh se po tejkalojnë ngjyrat politike dhe egot personale për të nisur një fillim të ri. I pyetur sa do t'i bëjnë ftesën Zjadin Selës për të bërë pjesë e tyre, Meqiti tha se ata janë të hapur për të gjitha subjektet që nuk janë më me BDI-n. Është fillim i ri, është një kapitull i ri ku shqiptarët do kenë jo të përçar, jo monopol, por do kenë konkurrencë në ide, në programe, në platforma dhe këtu nuk mbaron. Pra Vleni do jetë i hapur edhe për intelektualet e pavarur, do jetë i hapur edhe për ekspertët e fushave të ndryshme, o do jetë i hapur edhe për subjektet, do të thonë që për momentin pra nuk janë me BDI-n. Në pyetjen sa do të ketë edhe largime të tjera nga Vlen pas Arben Fetaj dhe Fatmir Limanit, Meqiti u përgjigj se në Kongres bëhet shkrirje e subjekteve politike dhe jo largimi individëve. Për rikonstruimin e qeverisë, bëri me dje se me kryeministrin ka një marrëveshje në parim, por se nuk i kanë biseduar dhe diskutuar as principet, as resoret nëse do t'i mbajnë të njëjtat ose do t'i ndryshojnë. Ai gjithashtu qartësoi qëndrimin e Vlenit për zgjedhjet e parakohshme parlamentare, thotë se nuk sheh nevojë për organizim të zgjedhjeve.
Duke pasur parasysh se ka shumicë të madhe në kuvent, nuk shoh asnjë faktor të shkojë në favor të zgjedhjeve parlamentare. Gjatë gjithë kohës, po përballemi nga opozita shqiptare me kërkesa për zgjedhje të parakohshme, por jo që e duan vërtet këtë gjë, sepse kishte zgjedhje lokale dhe pam se cili ishte rezultati. Nga 13 komuna, ranë në 3, edhe atë komuna periferike. Për kongresin e Vlenit që pritet të mbahet nesër, tha se u kanë bërë ftesë të gjitha partive politike, edhe shqiptare edhe maqedonase. Për momentin nuk ka raste të regjistruara pasagjerë ose kontakte të ngushta të lidhura me Republikën e Maqedonisë së Veriut. As nuk ka ndonjë indikacion për rrezik për shëndetin publik në vend, informoi Instituti për Shëndet Publik pas situatës së lidhur me klasterit e raportuar të rasteve të infeksionit hantavirus të lidhura me udhëtimin e anijës turistike MV Hondius në rajonin e Oqeanit Atlantik Jugor. Sipas informacionit të publikuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, Qendra Europiane për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve dhe autoriteteve kombëtare shëndetësore të vendeve të prekura. Deri më tani janë regjistruar 8 raste të konfirmuara dhe të dyshuara midis pasagjerëve dhe antarëve të ekuipazhit, përfshirë 3 vdekje. Sipas informacionit të disponueshëm aktualisht, ekspozimi ka shumë të ngjartë, lidhet me aktivitetet dhe vendbanimi në zona ku ka prani natyrore të brejtësve, rezervuar natyror të hantavirusëve. Analiza shtesë është duke u zhvilluar për të përcaktuar llojin e saktë të virusit dhe faktorët e mundshëm që kontribuan në shfaqjen e grumbullimit, informon ISHP. Drejtori i Fondit të Sigurimeve Shëndetësore Sasho Klekovski njoftoi se institucioni po zhvillon 11 mosmarrëveshje ligjore para gjykatave gjermane me një spital në Flensburg të lidhura me trajtimin e pacientëve jashtë vendit. Ai shpjegoi se në të kaluarën pacientët dërgoheshin atje për transplantim të qelizave staminale, por pas ndërpirjes së bashkëpunimit mbetën dallime financiare të cilat quhen në procedura ligjore. Klekovski informoi se vitin e kaluar u realizuan rreth 290 raste trajtimi jashtë vendit, për të cilat u ndan rreth 7 milion euro. Ai gjithashtu theksoi se nevojitet kontroll dhe llogaridhënie më e madhe në sistemin e kujdesit shëndetësor, veçanërisht në fushën e punës në gatishmëri dhe orëve shtesë, me qëllim parandalimin e abuzimeve të mundshme dhe sigurimin e transparencës më të madhe. Besimet dhe bestitnyt ndërshqiptare ishte tema e konferencës shkencore të organizuar nga Instituti i Trashëgimisë Kulturore dhe Shpirtërore të Shqiptarëve. Etnologu Rini Husseini sqaroi se shumë prej besimeve dhe bestitnive popullore vazhdojnë të ruhen edhe sot. Besimet dhe bestytnit që kanë shoqëruar shqiptarët ndër breza ishin në fokus të konferencës me temën Besimet dhe bestytnit ndër shqiptare, e organizuar nga Instituti i Trashëgimisë Kulturore dhe Shpirtërore të Shqiptarëve. Përmes diskutimeve dhe punimeve shkencore, pjesëmarrësit trajtuan mënyrën se si besimet dhe bestytnit kanë qenë pjesë e jetës së shqiptarëve ndër vite, por edhe ndikimin që ato vazhdojnë ta kenë edhe sot në shoqëri. Etnologu Rini Husseini sqaroi se shumë prej besimeve dhe bestytnive popullore vazhdojnë të ruhen edhe sot, duke mbetur të ndërthurura me jetën dhe kulturën e përditshme të njerëzve. Ka të bëj pikërisht me atë se si njerëzit kanë jetuar me idetë për besimet, se si kanë besuar për shembull për gurin, kanë besuar në dru, kanë besuar në gjëra të primitive, kanë bestytni, ende jemi njerëz bestyt, sepse njerëzit gjithmonë, domethënë, psikologjia e tillë lidhet gjithmonë me atë se ne gjithmonë mendojmë që do bëjmë mirë diçka nëse bëjmë diçka. Për shembull, dikund ndoshta kemi besime të cilët tonë monoteiste, të cilët për shembull e shprehin kundër këtyre bestytnive, por janë shumë gjëra të cilat njerëzit ende për shembull i shprehin sikurse janë mësyshi ose lugati. Ai theksoi se përmes kësaj konference synohet të evidentohet ndërlidhja mes besimeve të së kaluarës dhe mënyrës se si ato vazhdojnë të ndikojnë edhe sot në jetën e njerëzve. Ai u shpreh se qëllimi kryesor i konferencës është të dokumentojnë dhe të analizojnë besimet dhe bestytnitë së kaluarës, duke nxjerrë në pah lidhjen e tyre me realitetin dhe mendësinë e sotme. Në kuadër të konferencës u ndan edhe mirënjohje për studiues të shquar që kanë kontribuar në ruajtjen dhe studimin e trashëgimisë kulturore shqiptare.
Kryeministri në detyri i Kosovës Albin Kurti ka marrë një mesazh publik kërcënues me vdekje nga grupi terrorist serb Severna Brigada. Kjo organizatë nga institucionet e Kosovës është shpallur terroriste. Në mesazhin e shpërndar nga ky grup pretendohet një kërcënim me eliminimin fizik ndaj tij, ndërsa autoritetet e sigurisë nuk kanë dhënë ende një vlerësim të detajuar publik mbi rrethanat e rastit dhe verifikimin e plotë të komunikimit. Qeveria e Kosovës në qershor të vitit 2023 këtë organizatë shpalli organizatë terroriste. Bashkë me të ishte shpallur edhe organizata Civilna Zaštita, për të cilat u theksua se paraqesin kërcënim serioz dhe të drejtë për rendin kushtetues dhe sigurinë e Republikës së Kosovës. Ushtruesja e detyrës presidente e Kosovës Albulena Haxhiu ka dekretuar ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për anëtarësimin e Kosovës në Bordin e Paqes. Ndërmjet një postimi në median sociale, Haxhiu bëri të ditur se ka nënshkruar shpalljen e një sër ligjesh në sfera të ndryshme. Përfshirë edhe ligjin e miratuar nga Kuvendi i Kosovës për anëtarësim në Bordin e Paqes, të formuar në iniciativën e presidentit amerikan Donald Trump për Gazën. Ndryshe, Kuvendi e miratoi marrëveshjen për anëtarësimin e vendit në këtë mekanizëm ndërkombëtar me shumicë votash më 24 prill. Bordi i Paqes u themelua më 22 janar në Davos të Zvicrës, nëpërmjet të cilit SBA-ja synon zgjidhjen e konflikteve globale me fokus mbi kthyrjen e udhëheqjes në rripin e Gazës. Ish-presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ishte njëra nga 19 udhëheqësit botror që nënshkruan themelimin e këtij bordi, i cili synon rindërtimin e Gazës pas luftës 2 vjeçare shkatërruese. Flotilja globale Sumud tha të ejten se aktivistët e ndaluar pas Izraeli ndërpreu misionin e saj të ndihmës për në Gaza, ju nënshtruan dhunës seksuale, sulmeve fizike dhe trajtimit degradues, ndërsa ishin në paraburgim Izraelit. Flotilja e ndihmës humanitare tha se të paktën 4 aktivistë u sulmuan seksualisht, ndërsa ishin në paraburgim Izraelit, me 2 të ndaluar që thuhet se ju nënshtruan abuzimit të rënd duke prekur pjesët e tyre intime. Pjesëmarrës të tjerë raportuan sulme të përsëritura në pjesët e tyre intime së bashku me abuzimin seksual, verbal dhe trajtimin poshtrues. Sipas deklaratës, të ndaluarit ju nënshtruan gjithashtu taktikave të qëllimshme të privimit, përfshirë ekspozimin ndaj kushteve të ftohta, konfiskimin e veshjeve të ngrohta dhe qasjen e pamjaftueshme në ushqim, ujë dhe shtrat, duke rezultuar në raste të hipotermisë dhe hipertermisë. Misioni Pranvera 2026 i flotiljas globale Sumud, i cili synonte të thyente blokadën e Izraelit ndaj rripit të Gazës dhe të shpërndante ndihmë humanitare, u kap nga forcat izraelite vonë më 29 prill në brigjet e Kretës. Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se pushimi mes SBA-s dhe Iranit mbetet në fuqi pavarësisht një përplasje të dhunshme në ngushticën e Hormuzit. Sipas Pentagonit, 3 anije luftarake amerikane u sulmuan nga raketa, dronë dhe varka të vogla iraniane, të cilat u cilësuan si sulmi pa provokuar. Nga ana tjetër, Teherani akuzoi SBA-n për goditje ndaj një tankeri iranian dhe zonave bregdetare, duke i përshkruar veprimet si sulme ajrore. Komanda qendrore e SBA-s njoftoi se kishte neutralizuar kërcënimet dhe goditur objektiva ushtarake iraniane. Trump paralajmëroi se Irani duhet të nënshkruajë shpejt një marrëveshje paqeje, përndryshe do të përballet me bombardime më të ashpra. Ai shtoi se SBA ka paraqitur një memorandum me 14 pika si bazë për bisedimet bërthamore, të cilat Irani po e shqyrton. Megjithatë, disa zyrtarë iranian kanë cilësuar dokumentin si një listë dëshirash. Shikues të nderuar, këtu është fundi lajmeve. Ju falenderoj që na ndoqët. Mirupafshim.